Besimtarët katolik kanë nisur muajin maj kushtuar zojës së Këshillit të Mirë, pajtores së Shqipërisë. Mesha e shenjtë në Bazilikën e Nënës së Këshillit të Mirë u udhëhoq nga Imzot Arjan Dodaj, arqipeshkovi i Tiranë-Durrës. Mes pelegrinëve të shumë që morën pjesë në meshë, ishin dhe kori polifonik nga Lecce e Italisë, të cilët shoqëruan liturgjinë me himne tradicionale gregoriane. Në homilinë e tij, arqipeshkovi Dodaj kujtoi rëndësinë që ka për besimtarët e Krishterë Maria, e cila na fton të rispulojmë lutjen e të afrohemi me Krijuesin. Para pak ditësh, vëllezër e motra, kemi kremtuar festën e zojës sonë të dashur, pajtores së Shqipërisë, Nënës së Këshillit të Mirë. Në këtë dritë, ajo që më shumë është e veshur me dritë, si e thot edhe libri i zbulesës, një grua e veshur me diell, është pikërisht Virgjëna Maria. E ne kemi hirin të kemi këtë nanë të Këshillit Mirë. Nana e Këshillit Mirë na ndihmon me çu veshtrimin ton lart drejt gjanave të qiellit, me u shput prej gjanave të tokës. Besimtarë të shumtë përgjatë gjithë muajit maj i drejtohen me lutje Bazilikës së Zojës së Këshillit të Mirë rreth Kalas në Shkodër. Me 25 prill 1993 u bekua gur themeli kësaj bazilike nga Papa Gjon Paul II, i cili dhuroi edhe kopjen autentike të figurës së Zojës, që nderohet në shenjtore.